Përshëndetje të nderuar, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po takohemi sonte sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të bërë një përmbëledhje të ngjarjeve se çfarë ka ndodhur sot në shtëpinë e Big Brotherit. Sot, si një ditë para Prime-it, një ditë shumë e nxehtë, ka patur shumë debate, ka patur shumë diskutime, ka patur shumë ofendime të njëri tjetrit, banorët kanë eskaluar. Debati i parë ka nisur me Gertën dhe me Jozin, ku Gerta përfundoi në lot nga fjalët mbi të cilat i tha Jozi për Gertën. Jozi i tha që ti ke ardhur këtu për të treguar anën tënde më të keqe. Jozi i tha që ti ke ardhur këtu për të bërë mashtruese në shtëpisë, duke mos e patur lojën tënde, mundohesh të krijosh lojën e të tjerëve. Dhe kjo është arma që ty qëndron këtu brenda ose të mbajnë nga jashtë. Ç'në kupton nga jashtë? Jozi e la të kuptueshme që të dyshohet se Gertën po e suporton, po e mban dhe po e mbështet produksionin në këtë rast. Ofendimet ishin shumë të larta ndaj njëri tjetrit, në fakt ishte e çuditshme që ne të shohim Jozin edhe Gertën në një përballje mes njëri tjetrit, ishte domethënë diçka e paimagjinueshme, por ja që ndodhi sot, domethënë Jozi dhe Gerta patën një konflikt, patën një debat shumë të madh, edhe pse gjithmonë kemi dyshuar që Jozi dhe Gerta janë në një pol brenda kësaj shtëpie dhe nuk janë poli kundërt në këtë shtëpi. Pas këtij debatit, pas këtyre zënkave, pas këtyre ngjarjeve të cilat ishin jo të lehta, ishin ngjarje shumë të mëdha në shtëpinë e Big Brotherit, të komentueshme kanë qenë pikat edhe të marrëdhënies së Eglit edhe Rozanës. Debat tjetër në shtëpi patëm nga Egli dhe nga Rozana. Rozana, si gjithmonë, duke qenë e arsyetueshme në mendimet e saj dhe në qëndrimet, duke mos patur asnjë lloj informacioni nga jashtë me atë se çfarë po ndodhen dhe me mënyrën se si Egli është kthyer. Për shembull, Danja mund të bën një matematikë të ftohtë me veten e saj dhe të thotë që Egli është një banore e fortë jashtë pasi u rikthye dhe unë të qëndroj me të, por Rozana është e bindur që Egli thjesht po shfrytëzon situatën duke dashur që të vinë në shtëpi kundërdrejt Rozanës edhe Gjestit për ta shkatruar këtë marrëdhënie, sepse ju e dini shumë bukur që pas daljes së Eglit nga shtëpia, që pas largimit të Eglit, Rozana dhe Gjesti kanë patur një marrëdhënie shumë të mirë mes njëri tjetrit, u shoqëruan shumë, ishin pranë njëri tjetrit në momentet e tyre më të vështira, ishin pranë njëri tjetrit në momentet e tyre më serioze, por kjo gjë domethënë u ndalua në një pikë në momentin kur erdhi Egli dhe debatin e parë në shtëpi e pati për Rozanën. Tani qëllimi i Eglit ndoshta dhe nuk është ky që të shkon në Big Brother për Rozanën dhe për të shkatruar lojën e Rozanës, por mënyra se si Egli u qas, mënyra se si Egli hyri në lojë dhe mënyra se si Egli e hapi debatin dhe e zhvilloi debatin me një banor të vetëm, në kupton që domethënë Egli ka shkuar për të prishur këtë marrëdhënie në Rozana dhe Gjesti dhe tani Egli nuk vazhdon më tej, domethënë e ka situatën tërhiqe penin mos e kput. Në këtë marrëdhënie përfshihet edhe Valbona dhe Laerti. Laerti, siç duket, i ka hyrë frika sepse loja ka filluar të bëhet shumë e fortë, tensionet në lojë janë shumë të forta, vetëm nesër mbrëma do të ketë 2 dalje nga shtëpia, domethënë do kemi 2 nominime të njëpasnjëshme, tensionet janë shumë të mëdha në shtëpi dhe pikpyetjet janë të Laertit, pasi që edhe Laerti është që në ditën e parë dhe fatkeqësisht disa nga banorët aty kanë mungesë informacioni dhe kjo është pa drejtësi ndaj tyre që po bëhet nga ana e produksionit. Laerti, siç duket, e ka si me frikë mbijetesën në atë shtëpi dhe sa do të vazhdoj në këtë mbijetesë kaq të fuqishme. Dhe përfshihet në shumë debate dhe debatet i ka me Gjestin, por Gjesti ka një natyrë të kthyeshme dhe debatet me Laertin nuk i merr debate të mirëqëna, apo i merr thjesht debate të thjeshta, por me një prapavi të madhe. Kemi më pas Jozin dhe Loredanën që po rilidhen në marrëdhënien e tyre. Loredana në dhomën e lavanderisë i dha një përqafim Jozit duke vazhduar të shkelën dhe premtimin e saj dhe qëndrimin e saj dhe mënyrën se si Jozi u rikthye, që shumë bukur ja tha Gjesti që
unë tha po të jem si Jozi i mbaj inat non-stop Loredanës dhe bëj dhe problem serios sepse tha vetëm për arsyeën që nuk të ka bërë gjë. Do me thënë, janë ca pikpyetje të mëdha që banorët tashmë po ndryshojnë me shumë arsye, ndoshta për faktin sepse dëshirojnë të kapin prajme, dëshirojnë të shkojnë drejt finales edhe ndjejnë veten të rrezikuar në këtë pikë të lojës, sepse edhe Rizarda është një banore shumë e gjallë e cila në një farë mënyrë, do të thënë po bën një lojë shumë interesante dhe më pas kemi dhe të fundit gjë, reagimet të cilat kanë ardhur nga mesazhet që janë nisur në Big Love. Qëndrimet ku Egli duartrokiste dhe qesheshte kur fansat e Gjestit i dhuronin dashuri Gjestit, i dhuronin përqafime Gjestit, i dhuronin emocione Gjestit, nëpërmjet mesazheve që erdhën, nëpërmjet shkrimeve që erdhën, Gjesti arriti të kupton diçka në këto mesazhe, por gjithashtu edhe Egli arriti të kupton diçka. Ajo që në fakt Gjestit i tërhiqte më shumë vëmendjen është qëndrimi kur i thonin Eglit që mbaje këtë qëndrimin stoik kështu siç e mban ti. Kjo e vriste më së shumti Gjestin sepse Gjesti hidhte një matematik të ftohtë në mendjen e tij se si qëndron situata ime jashtë, çfarë po ndodh me mua jashtë, çfarë po bëhet me mua jashtë, apo si komentohem unë jashtë, dhe në anën tjetër ishte Egli ajo që po duartrokiste kur për Gjestin vinin mesazhe mbreslënëse, mesazhe mbështetëse, mesazhe dashurie, që do të thënë Gjesti arriti ta kupton nëpërmjet Big Love-it, sepse është një lloj informacioni nga jashtë i qëndrimeve të shqiptarëve në mënyrën se si sjellin gjërat, arriti ta kupton që është perfekt. Ajo që unë pash, do të thënë, është ajo ndjesia e Eglit që akoma vazhdon qeshën, është e lumtur kur Gjestin e suportojnë, kur Gjestin e mbështesin, kur Gjestit japin dashuri dhe një femër që vërtet e do një djalë, vërtet ditë të jetë e lumtur dhe e gëzuar në këto momente që vërtet janë momente të ëmbla. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj si shikoni ju të gjitha këto ngjarje që po ndodhin brenda kësaj shtëpie.